Po pse pikërisht e merrte vetëm me Pandorën, shkruante çdo gjë. Edhe ajo shkruajti Pandorën. I ka dhënë sinjale, hajde. Po pra, sepse Pandora me Demek do ishte sinjali që kur të hapi, do bia unë në mnerë dhe ajo do shkon të... Që ta shkruajti vetë Kastile, se ajo e shkruajti aty. Se din. Sepse i ka thonë, ai, Pandora është suksesi jotë. Po pra. Për shembull. Pa ju për sinjali. Po ç'lidhe ka mo? Po këto po them pra ja ka dhënë gjithë gjërat e mundshme, po jo vetëm këtë. I ka dhënë edhe atë tjetrën. Me këporrin. Unë personalisht kisha vepru si se kështu. Qa kanë thënë familjarit e mi ta thonë, unë do vazhdoj lojën time këtu. Po jo pra se ka qenë ndikuar nga personi që ka gjitur tani për leje, vazhdon akoma. Po pse u bë ky person për aq i fortë? Atëherë e kontrollon ka shëndeti. Kush person? E kontrolluaj. Shpërthimi. O zot, si s'po e kuptoni? Sepse është ky personi, po them, që ka ardhur me misionin me këporrin. Mirë, që bona. Se ma ka thonë aty mrena, mërë unë jam roja i Gimbos. Jam shoku i Gimbos. Po. Që thotë sot, sa thotë nesë për ikë? Po këto thama, ku shkova atje? Nesë, e ndi vete. S'di si t'ja them më troqo, që t'ju thamë? S'ka probleme, dhe të eshë, po bisedojmë këtë. E kuptova. Më në muhabet, po bëmë se s'po zgjidh me gjona. Fiks. Po, nga këto muhabetit që bëjmë këtune edhe, që bëjë ati mjesun me atë, pam. Po parashikimet e tuja, për shemë, si dalin. Sepse ajo më ka thënë mu që unë jam të rritë mirin ta për një kohë tjetër, që ta sulmoj.